Ministrin e kena një djalë super pozitiv të mirë, Maqedoncin, duhet me ditë edhe me e vlerësu na ikon pozitivisht, jo veç zeme po, është një djalë që e don ushtrinë, rrit në uniformë, është i familjes Maqedoncin, një luftar tepër i mirë. Pej kohës kur u kon General Çeku e ka qenë në trajnimet më të sofistikume të botës, pastaj ka qenë në ekipet e para këshilluese, edhe në qeveri tjera, Haradinaje, ku dijon. Pastaj është njëri prej bashkëpunëtorëve më të mirë, General Nazmi Ibrahimit. Kështu që është një djalë që e njeh skeletin e ushtrisë, është të bëu punë mirë. E keqja është që po dalin kamera, edhe po i kallzojnë dy jasë çka kemi. Ajo shpreha është popullore, nuk tutet Arusha me shosh. Senet ushtarake duhet me najt diskret. Unë tash dhe kundërshtarët me ti ditë edhe sa municione i ki, sa trajnim i ki, sa... Gjithë kredenciale, gjithë të elemente e ministrit.